Jam me Aldinin dhe kjo është hapësira ku ai bën mrekulli me kohë. Pikë para po ma bën një espresso të mirë. Gjithsesi. Tregona ç'ish bëhet espressoja e mirë. Mas pari që është mas më rëndësi, dozeri i kafës me qenë i pastër, mos më met që kafja që u dal paraprakisht, që është edhe pjesë e djegme e kafës, mos më met dozer. Më rëndësi në pastru mirë. Domthon shija pse vjen shpeshherë edhe te espressos është pasojë e mosfshirjes të mirë. Një ndër arsyet është kjo, edhe duhet mu terë gjithçysh. Kjo është hapi i parë, domthon që duhet më bëj gjithçysh. Më do kështu diçka. Tash teki me gram këto, çysh e llogarit. Gjithmonë rezultati i njëjtë. Me pas kafe konstante, duhet me mos so gram jetë i qit kafe të blume, so gram dalin espresso. Tash për çit kafe unë kam i qit 20 gram. Për çit lloj. Po, krejt dallon në bazë të origjinës, në bazë sa ku ka peqo pjek kafja. Cila kafe është kjo? Çfarë lloj kafe? E pjekni ju vet kafën apo? Çka është specialty kafe, prej Coffee Profile. Është pjekën në Prishtinë, brand vendor, është domethënë 100% arabika. Kafja specialty është gjithmonë 100% arabika. 4 javë që u pjek. 4 javë. Domethënë, nëse e shkon pak më tazë, për shemb 2 javë kisha qit më pak gram, 18 gram. Domethënë sa më tazë, do të qit më pak gram. Mund është më pak gram. Tash kjo është për me eliminu çka? Që ato droshka që bëhen, domethënë kafës, ose clumps si thonë anglisht, është i eliminon me çto, i thonë WDT tool për me distribu kafen. Që është për me rrafshu. Edhe tampere, pjesa kryesore. Me shtyp. Me shtyp sa më drejt që me pas rrjedhje konstante. Tash çka peshore na vjen edhe çito. Pse? Se tash për me dit a kena rezultat sakt, a kena të espressos, duhet me na dal prafërsisht rreth 36 deri në 40 gram likuid, domethënë espresso në total, për rreth 25 deri në 30 sekonda. Çelçon atë timerin. Mon këto duket të rrjedha, po? Stu mundesh me knaq syt. Ty po espresson. Është kjo kafe mirë, sipas teje. Ja, është bag i mirë. Super është. Super. Për shembull, pak që kum ka ik. Që atje ja tregom ma ku sakse, Një grim që ka ik, domethënë distribuime me çat gjelponën. Po, nice. Po nuk është lun tepër në shije tash ajo. Tash çfarë kena për 30 sekonda i kena rreth 36 gram. Varet se çfarë shije don me nxjerr të espresso pak më acidike, pak më të butë. Aldin, është i fal ordi domon kjo puna e espresso. Bagi. Po provojone. Ka zënë edhe ndryshe, po fiks, se do të bëj. Ç'është duket espressoja e Aldinit me 20 gram për 35 sekonda. Për 30 sekonda. 30 sekonda. Kena jashtë domethënë rreth 36 gram espresso. Hajde. Penis me bismillah. Me bismillah. Hajde. Shija është fantastike. Pa. Aldini është veç 19 vjeçar edhe ka bën një prej espressove më të mira që kum pi ndonjëherë. Qysh ke arrit më u perfekcionu deri këtë pikë? Krejt prej mësimeve të babit. Domethënë krejt ideja e këtij biznesi, moti e gdhandën domethënë edhe mendume prej babit dhe çdo mësimi ka ja prej herët, prej fëmijë vogël edhe dikur mësohen. Muin tjetër më bën një vit që jam duke marrë tamam vetë kështu të nkon me çitun, edhe normal me video trajnime panajira gjithmonë shkoj bashkë me babin nëpër Evropë ku ka panajira të kafës, biznesit. Domthonë e bën me çaf këtë punë. Shumë me çaf.